nivelit të lartë, sepse këto janë gjërat e hetimit. Unë gjithë retorika që kam mbajtur deri tani kam thënë që policia është e inkriminuar. Po ti je i inkriminuar, patjetër që kur ju duhesh, unë jam nga ata që kam deklaruar borderora të njerëzve dhe madje tu ka arrit historia e krimit me policin, po dhe me institucionet tjera, edhe me median, Almer, edhe me median, nuk është vetëm ta paguaj se më duhesh për sot për nesër, por në policinë e shtetit ka arritur në një nivel edhe më të lartë. I fusin enkas, paguajnë atë që e ka në dorë për ta, i fusin enkas, ca të Shqiponja, ca të Agjencia e Mbikëqyrjes, shumë të operacionalet, ca tek ndërhyrja e shpejt, etj. Dhe kjo është strategji. Kjo është strategji dhe nuk është ndonjë gjë se ka shpikur këta tanët. Poli, dhe një pyetje tjetër. Lehtësia se si infiltrojnë këta, brenda në policinë e shtetit është e frikshme. Poli, një pyetje tjetër. A ka të drejtë Berisha kur thotë që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar nga krimi? Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar nga krimi. Po Berisha jo vetëm për drejtorin e përgjithshëm të shtetit, po edhe për drejtorin e taksave, po të flasë, se nuk flet për gjithë drejtorët. Por të gjithë në këndvështrimin e Berishës patjetër, po unë preferoj që të kem prova dhe fakt pas fakti. Por në këndvështrimin e Berishës për po, jo vetëm drejtori i përgjithshëm i policisë, po dhe drejtori i tatimeve, dhe i taksave, dhe i doganave, dhe i shishtit, dhe i tjerë. Do më thënë gjithë drejtorit që varen nga kryeministri, patjetër janë vendosur nga krimi, sepse vetë Edi Rama është koka e Meduzës. Kështu që nëse është Edi Rama koka e Meduzës, ta lëm sarkazëm politike, po të sinqerisht, ti mendon ke indicje si ka vendosur gjithë. Por konkretisht për emër, të rrim të ngjarja, është sekuestruar kur ishte në Elbasan dhe në kohën që do bëhet drejtori i përgjithshëm një telefon nga Spaku dhe kaq di dhe nuk mund të thoj diçka sot nuk kam prova për më shumë, po pastaj muhabetet kafenesh dëgjojmë pafund. Marsidi ka një koment. Sot një kolegu juaj, tjetër, investigativ, Artan Hoxha, është shprehur që i njëjta skuadër që ka bërë këtë vrasje në aeroport, ai thotë është po skuadra që ka bërë dhe vrasjen para 2 vjetësh në Fushkruj ndaj zotit Brillant Martinaj, një nga familjarëve të afërt të Ervis Martinajt. Madje zoti Hoxha ka deklaruar që i kam thënë edhe me emra dhe me foto ka thënë, ta persona janë një ekip shumë i rrezikshëm, vrasës me pagesë, që bëjnë pjesë në komando ose forca speciale, të cilat bëjnë ekzekutime të tilla. Atëherë, mos kemi të bëjmë me të njëjtin urdhërues nëse është i njëjti rast, duke qenë se ju jeni gazetarë investigative dhe keni më shumë dini se ne për këtë ngjarje? Apo janë 2 ngjarje që janë krejt pa lidhura me njëra tjetrën? Jo, do të ta shpjegoj, domethënë si e di unë ose si e mendoj unë. Po, e besoj domethënë kolegun Hoxha, por nuk mund të them, në krimin organizuar se ka patur shumë incidente. Unë prandaj e theksova. Ka patur që arriti një moment që u bë një bursë vrasjesh. U bë një bursë vrasjesh dhe filluan madje edhe fëmijë në këtë trekëndshën që zura unë në gojë, filluan të stërviteshin sepse u kthyen në biznes, u kthyen në punë. Ka patur para goditjeve të forta që bëri Spaku, që paka shumë, o i trembi, o i ka arrestuar, o janë në kërkim, o janë në Dubai, o pokat janë në burg përgjithsisht, dhe ka patur si të themu ndërmarrje të vrasëve me pagesë, domethënë një si fidanishte, sepse ishte një lloj biznesi që kishte kërkesë, treg, ofertë kërkesë. Mirë po, arritin në një pikë që ndodhen disa ngjarje në të cilat o i linin të plagosur që nuk ju interesonte atyre porositëve, ose më keq akoma linin gjurmë, domethënë linin fije jashtë të cilat mund të shkonin tek porositësit. Dhe atëre kjo vrasje është porositur. Atëre, a kemi të bëjmë me ditët nëse janë 2 organizata, njëra ka 50 milion euro. Dhe një organizat tjetër ka 500 milion euro. Nuk ka asnjë diferencë. Diskutohet, po. Nuk ka asnjë diferencë kur vjen puna për të porositur ngjarje të tilla, sepse 1 milion, ai që ka 50 i bën 49, ai që ka 500, i bën 499.
Tu çështja është e cilësia dhe tek ashtu. Po, mund të jetë e vërtet kjo që thotë ata, ai ka dhe informacionet e veta, sepse ka arritur sukses dhe atentati ndaj Brillant Martinajt është bërë në një vend dhe më të vështirë se kanë qenë në eci në autostradë, në urë, e tjerë. Vend që ka trafik gjithmonë. Dhe ai ka patur pasoja paniku tek qytetarët, tek ata që isin me makina, por ishte i suksesshëm dhe pa autor dhe pa gjurmë. Kështu që është logjike që dhe ajo që thash të bëra një dinamik që krimi organizuar hoqi dorë nga këta 30.000 euro shqip. Ne kemi parë në Encrochat, e heqim qafe për 30.000 euro, për 50.000 euro, edhe 10 ka vajtur pazari ndonjëherë. E kupton, se u kthyen e tmerrshme. Kishte njerëz që e merrnin përsipër edhe për hiç mosgjë 20.000 euro ka patur pazare, që janë të dalan nga bisedat. Por pa mas si s'ka ndodhur si ekzekutim. Meshin për 20.000 euro, për 10.000 euro, për ishin gjithë. Do që ky grupi është në punën e vet. Po ky grupi, nëse ka fituar emër të mirë, pas 2-3 vrasjeve që s'ka lënë as gjurmë, dhe e ka kryer deri në fund. E ka kryer porosin deri në fund, patjetër që ky mund të porositet nga i njëjti grup si shteti, është logjike, që ka porositur vrasjen e Brillant Martinajt, po mund të porositet edhe nga një ose dy grupe të tjera që në një moment caktuar, sepse po ndodh dhe një fenomen. Po ndodh një fenomen që për shembull bashkohen 2-3 organizata vetëm për të hequr qafe për shembull një njeri. E kupton, vetëm për këtë. Pastaj vazhdojnë punën e tyre, sepse ju përputhen interesat, ndajnë dhe pagesën, ose e rrisin pagesën që të marrin sa më profesionist dhe pastaj vazhdon. Domethënë është bërë shumë e vështirë. Po bën analizë shumë të mirë, por për mua nuk po thua thelbin vlla. Për mua, sipas vendimit tim. Çfarë do se do ta them Albert? Jo, unë të respektoj sepse je më i vjetri në zanat nga ne, por ti një gjë nuk po e thua që duhet ta thuash ose ma lër ta them unë. Vlla, unë mendoj që në Shqipëri, nëse nuk e ndihmën e policisë, nuk kryen dot asnjë vrasje. Edhe vrasja e Brillant Martinajt ka të implikuar brenda policinë e shtetit, edhe në këtë rast ka të implikuar brenda policinë e shtetit. Pse ta them këtë gjë? Ja thash dhe miqve të mi që kem studio kur po vinim këtu në emision, që nëse policia do ta kishte ndjekur makinën e autorëve nga mbrapa, autorët nga presioni nuk do të kishin mundësi ta kishin ndjekur makinën, por do ta braktisnin dhe do vraponin për shpërtuar kokën e tyre. Në këtë rast, atëherë gjendej ngelej si provë makina e padjegur. Ose në momentin që autori kryesor ndron armën, pra kur nuk i shkrep pistoleta, shkon dhe merr kallashin, tregon një lloj garancie që ka ai për ta çuar deri në fund ekzekutimin. Pra, po ta themi fjalë të thjeshta, vlla, si dhe armën këtu se s'na ndjek kush, ne jemi në rregull, po sillet ta marrojmë këtë punë. Pra këtë më lë kuptoj mua. Ti po i shmangesh debat për policinë e shtetit. Këtu kemi një polici të inkriminuar zotri, duke filluar nga Proda, nga filluar te Neritan Albati e Merall. Nëse nuk do t'i thuash këto, më lër t'i them unë. Por nëse unë ta garantoj, policia e shtetit kontrollon në këtë vend, kontrollon llotot, kontrollon bixhozin, kontrollon vrasjet, kontrollon trafikun e kokainës, trafikun e hashashit të vend. Policia është përgjegjëse për çdo gjë. Ministrat janë kukull zotri. Policia është përgjegjëse. Mund të ketë drejtuesit kryesor Ilir Proda është përgjegjësi kryesor tani aty. Po policia thotë, këtë prisi ta thotë. Më le ta them unë pastaj. Tani ti dëgjoj një sekond. Ti the të njëjtat gjëra që thash unë, vetëm ti do ca emra të përveç. Jo, më po thuaj që policia më zotri është. Pa polici nuk vritesh në këtë vend o poli. E ke parasysh atë shprehjen që ore çka përgjegjësi Ilir Proda për këtë që ka ndodhur, patjetër më duhet të jepet edhe dorëheqje. Ore ministri, o poli, ty karët është përgjysmuar me 50% numri turistëve për vitin e ardhshëm atë ngjarje zotri. Vetëm atë ngjarje të nxjerrë një shtet, agjenturat e huaja tani nuk rrinë me vrapa derës. Kto marrin këto ngjarje, i fabrikojnë, i publikojnë media të vranë turizmin, të vranë ekonominë. Këtë bën agjentura. Merr atë video, publikoja gjithë pushuesve, mbaroi Shqipëria valla, iku, mbaroi. Ka është fotografia më e keqe për ta dëmtuar Shqipërinë turizëm, ajo pamje atje. Jam shumë dakord dhe më duket sikur jemi 100% dakord, përveç se ti ke stilin tënd që do emra të përveçshëm. Po jo, pra nuk vritesh në policia të rje, po ti e di ç'a. Po policia të gjem në 5 ditë më. Paka shumë e di, po nuk e them dot, valla, le ta gjej spaku me policin. Po jo, më nuk po them, u themin autorët. Ne jemi kundër ç'pun kemi ne me emrat.
Ne nuk është detyra të gjejmë emrat. Emrat i gjen institucionet përkatëse, por do të them që në këtë vend, po nuk deshi policia, nuk vritesh zotri. Në këtë rast unë ta thash që atë shpjegova ikjen dhe ajo nuk është ikja e parë. Atë shpjegova masat që nuk janë as për, domethënë aty unë të thash pra që duhet hetuar sepse masat normale në një ditë normale aty nuk e lën atë boshllëkat. Pa e ditur që do ndodh vrasja, se po ta dini që do ndodhte vrasja, aty duhet të ishte blind. Dhe ndoshta po do ishin të rrequr. Çështja është, Almer, që kjo është një simptom, këtu nuk kemi të bëjmë me një rast. Kjo është një simptom e policisë së shtetit, e cila ka filluar herët, por me rilindjen dhe me diram, që ti bie shkurt. Nuk ke çfarë pret, Albert, nga një qeveri, nga një kryeministër, i cili në vitin 2013, po flas që dhe ishin lodhur njerëzit me Berishën, dhe Berisha kishte shumë kosto, kishte një stil, mund të vinte opozita normal në pushtet, ishte dhe ajo teoria e rotacionit 8 vjeçar, por ai prap, palësi nuk vinte dot, dhe sidomos se ja politikisht ton ja kalojnë asaj kingmakerit të LSI-s, por unë ta garantoj dhe këtë po ta them, ta garantoj që në 2013, pastaj dhe në vazhdim, dhe në gjithë zgjedhjet e tjera, Edi Rama duke e ulur pak formalitetin, por në 2013 baza hapur fare në pushtet ka ardhur duke u lidhur, madje duke futur krimin në parlament. Vetëm të hapësh, sepse është harruar, vetëm të hapësh, të kontrollosh rrjetën e dekriminalizimit, që u vendos nga PD-ja me dhunë, e mban mend dhe me mendimin e ndërkombëtarëve, dhe ti aty do kuptosh që lidhja e pushtetit, e zgjedhjeve e votës me krimin e organizuar dhe nëse ky oficeri policisë, ky agenti policisë, nëse ka ndihmuar në fushat, po patjetër më që do ta pusaj se i ka thënë shefi, ka ndihmuar ministrin e Brendshëm për shembull. Patjetër. Po kjo s'është vetëm këtu, kjo simptom. Dhe më e bukura është, domethënë që ne po të shikojmë gjithë këta që na dalin në kronikën e zezë, për shembull Dani. Po flas për lidhjen me politikën. Dani që u ekzekutua bashkë me Viljan në 2015 në janë 2015 duhet apo jo në opozitë. Ja shoqëruar se i kanë prishur mitingun Vasilika Ysit tek një sjarë në Ky vet agenti në kohën kur ka qenë PS në opozitë është përplasur nëse të kujtohet me Sajmir Tahirin, bënte freshë një protestë, ishte deputet, jo më prishë dyqanin, jo s'më prishë dyqanin. Do të them, dhe pastaj kaloi dhe në krahun tjetër, janë të njëjtët eksponent, po dhe Vis Martinaj, po dhe të tjerë tani mos i zëm në gojë i thot Berisha, sa të tjerë që si thot, ato që si thot Berisha i themi ne, dhe po ta plotësosh gjithë puzzlin, si majta, si djatha, si në opozit, këta janë shërbëtor, këta kanë interesa, Almer, këta kanë interesa dhe patjetër që shkojnë ande nga anon peshorja se ku është pushteti, ku është gradiviteti i pushtetit. Kështu që në këtë kuptim nuk ka ndonjë abi, nuk ka shumë, por rilindja ndryshe nga çdo lloj qeverisje tjetër e më pashme, arriti që e ktheu në partner krimin e organizuar, sepse Edi Rama ka patur domosdoshmëri gati jetike për të ardhur në pushtet në vitin 2013 dhe kanë këshilluar, i kanë thënë, sidomos për zonën e Veriut. Dhe i kanë thënë, ti nuk vjen dot, nuk imposh dot bastionet demokrate, pa iksin që tashmë janë, një 3-4 janë deputet, gjitha ajo zona aty që i kishte Edi Rama, asnjëri s'është sa janë o në Spak, o në Burg, o të kërkuar. Kështu që o në Dubai. Kështu që në këtë kuptim po më ketë drejt. Një pyetje kam para se të bëj Denisi pyetje. Poli sot ishte ish drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, u paraqit në Spak. Ke informacion se çfarë është folur, pse është thirrur? Po, dëgjoj, zoti Rumbullaku. Zoti Rumbullaku ka besoj në dijeni, nuk kam informacion konkretisht, them të drejtën. Konkretisht
kam iden për disa çështje, nuk kam konkretisht. Poli, fole për kjo paremon një zinxhir vrasjesh të tjera. Kush janë ata që rrezikojnë, ta dim paktën. Jo emra nuk duam, po gjithsesi duam. Jo, pse e mendon këtë gjë ta pyesim? Kjo është pyetja. Jo, është pyetje interesante kush janë ata që rrezikojnë. Duhet kuptojmë një gjë, domethënë, në qoftë se policia e shtetit bën sikur nuk e di. Ë? Vet ata organizatat e din në mënyrë të përpiktë nga kush ka ndodhur kjo. Emiliano Shullazi që është aty brenda dhe superaqent e ndrysh e di 100% se nga kush ka ardhur. Vetëm policia e shtetit nuk e di në thonjza. Edhe kalamajt, që rrin rrugëve me ca të fortë të lagjeve tjere kur dëgjojnë dhe po tulesh një ashtu thonë. Pse? Sepse sepse është logjika, din vazhdimsinë, din si ka filluar, din që për shembull kjo organizati ka vënë një organizatë tjetër që nuk ishte futur ende në vrasje, por ishte biznes shumë i madh dhe është biznes shumë i madh, i ka vënë gjobën e parë, ja kanë paguar. I kanë vënë gjobën e dytë, ja kanë paguar. Por i kanë vënë gjobën e tretë, i kanë thënë jo, nuk ka të tretë. Dhe kanë marrë masat dhe pastaj ka filluar një luftë që ka disa të vrarë. Kështu që ky është një pistë, sepse ka dhe të tjera, domethënë, për shembull, nuk ke ku e ka për shembull historinë e zhdukjes së Elvis Martinit, sepse kishte bërë aq armiq, saqë janë 1, 2, 3, 4, 5 pista ose mund të bashkohen të pesta, e ke parasysh për ta zhdukur. Dhe ky rast apo dhe raste të tjera, kështu që kjo punë kështu shkon. Poli, këtë pyetje e kam për ty dhe besoj që do ta mbyllim këtu bashk. Spak ndërkohë, ajo që shpesh bashk edhe edhe kritikojnë, po në shumicën e rasteve e mbrojmë, nuk ka zbardhur asnjë nga këto ngjarje, mori ato të Shkodrës që ishte në mes të ditës, midis kamerave, ku dolën detaje publike për fat që ishin kamerat aty, nuk ka zbardhur asgjë për sa i përket vrasjeve të këtij tipi. Ka zbardhur sigurisht vetëm rastet ku ka ndihmuar si indicie Skaj Encroceti. Si e vlerëson rolin e Spakut, ndërkohë që policia normalisht mund të ketë element pa diskutim të korruptuar, por Spakun si e shikon në këtë rast? Ja po të quaj unë ty Redi se ti je Spaku dhe je drejtuesi i televizionit aty. Çfarë do bësh ti në qoftë se gazetarët e tu poshtë në terren nuk të sjellin as lajm, as foto, as video, as intervista? Po pse qëndron ti aty pastaj? Unë e kam çfarë do bëj, unë e kam zgjidhur. Ata prokurorët janë në zyrë dhe ata furnizojnë nga institucionet dhe unë sapo të thash që policia e shtetit i ka bërë blokad dhe shqyqyr që janë ndërkombëtarët që kanë burimet e tyre jo vetëm me Kroçatin ose pijet i kapi në Bruksel ose në Anverps, në Hollandë, në Gjermani dhe ata pastaj kështu. Detyra e një prokurori është të kryqëzojë faktet dhe vërtet ka zbuluar. Për krimin e organizuar Spaku ka notën 10 për mua, 9 po jap. Por dhe më shumë se korrupsioni, se kam pak kënaqësi për korrupsionin. Por për krimin e organizuar nuk ke çfarë i thua. Ke çfarë i thua, por nuk i, domethënë janë me vektor ndërkombëtarë, do polici duhet ndërpresë nga shtëpia, kishin studio të bënin debat. Herë tjetër hajde në studio, mos rrimë nga shtëpia. Ndërkombëtarët kanë ofruar material që Spaku ka hetuar. S'ka bër Spaku që vet poli. Spaku ngjarje që ndodhi mes ditës nuk i kap vetëm ato që ndodhi natën. Çfarë them mund tjetër valla? Mes ditës ngjarja e Shkodrës, ka dalë Lici aty del nga makina, i din gazetarët detajet, nuk i di ka Spaku. Po, Spaku atë ngjarje gati ka zbardhur, është edhe shoqja. S'ka autor, aty tani mos flisni kot na. Nuk ka autor zotri, ku janë autorët? Kush janë autorët? Tani njerëzit janë në kërkim. Kush janë autorët kur të bëhet procedimi të çohet në gjykatë më Almer se po të dani pa ka një vit ngjarje më 2 vjet, kaq duhet më shumë kohë. Por edhe 21 janari 15 vjet ka Almer. More 21 janari nuk ka për të zbardhur ndonjëherë, po ideja është që
Nesër e kemi doktorin. Nuk vi dot në studio se s'ka makinë. Poli, të falenderoj shumë. Blej një makinë. Falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi. Falenderit juve, respekt për gjithë. Të përshëndes. Marsit, kjo goditje, do më thonë, në një farë mënyre, po ta lexosh, do më thonë shumë qetësisht është një sfidë e hapur ndaj shtetit shqiptar. Do më thonë, pamje të tilla të japin perceptimin që shteti këtu ka rënë. Jemi tek zona më e sigurt, le të themi, e Shqipërisë. Ka një simbolik Redi ky atentat. Në radhë parë njëherë tregon ashpërsinë dhe ngarkesën që mund të ketë konflikti midis palës që e ka urdhëruar ose që është i datorja, që mund të jetë ekzekutorja vetë në fund të ditës dhe viktimave dhe para. E dyta, nuk do të thotë që shteti është për ulur, shteti mund të jetë dhe bashkëpunëtor dhe mesazhi është që ne kemi garanci dhe siguri që ekzekutojmë këdo dhe kudo. Mesazhi që jepet. Pra do të thënë, për ne nuk ka të paprekshëm në asnjë vend dhe nuk ka më sigurie që na ndalon të prekim kundërshtarët tanë. Nuk ka kush ju mbron nga ne, as vetë shteti. As vetë shteti sepse shteti jemi ne. Ky mesazhi. Ky mendoj unë që është mesazhi, po, sepse flitej për shembull në rastin e Italisë kur u ndërmorën masa speciale ndaj mafiozëve, ligjet veçanta edhe për mbrojtjen e të penduarve etj. Thuhet edhe pjesë në filma, po madje flitet nga dëshmitë që janë dhënë nga ata që u bën pas Pentito, që Totorina për t'i dhënë zemër ushtarëve të vet ose bashkëpunëtorëve thoshte çfarë ligje, çfarë masa speciale, ne jemi vetë shteti. Ne i bëjmë të ligje, ne i çojmë senatorët, ne i çojmë deputetët. Në gjithën formë edhe kur një organizatë sono io. Jo sono lo Stato, po. Paktën te filmat që kemi parë. E njëjta gjë vlen në këtë rast, kur një grup, se shiko, gjithmonë kur ndërmerret një akt kriminal, mendohen në radhë parë si thuash lidhjet që mund të bëhen midis ekzekutimit dhe autorëve, pra që mos zbulohen. Dhe sa më rrezikshmëri të lartë ketë orari, vendi ku kryhet etj, aq më shumë rritet pazari, por dhe aq është diçka e pamundur që ta marrë përsipër. Një skuadër vrasësh ose edhe vetë një organizatë e caktuar kriminale. Kur merret përsipër në ato orë të ditës, ka qenë ora gati mesditë, po ora 2:14. E para, e dyta është një nga zonat e cilat, domethënë, nëse ka një gjë që kjo qeveri ka bërë reklam të 12 vite, ka qenë pikërisht turizmi. Atëherë ty po të godet edhe ka drejt Almeri kur e ngre si problematik, me një akt i ra gjithë fasada. Pjesës sigurisë sepse gjithmonë flitej që shikon këtu në Shqipëri nuk vitet një portofol, turistët janë sigurt sepse ka infrastrukturë, ka tjetër, ndërkohë që s'ket sigurt gjë më të rëndësishme që është jeta. Dhe ata që e marrin përsipër dhe që e bëjnë të ekzekutime din shumë mirë këtë gjë, sepse nuk ka organizatë kriminale redi që nuk mendon që si do të kundër reagimi. Në qoftë se nuk do kishin. Kjo është elementi parë komprometues, që domethënë është njësoj si shkosh të bësh vrasje në bord kryeministrisë. Dy gjëra ka, ose është dikush që është totalisht jashtë kontrollit edhe totalisht njëri i cili do jetë problem që do shuhet në kuptimin e kriminalitetit, ose është dikush që bashkëpunon. Se nuk e merr njëri garancinë dhe sigurinë përsipër që të bëjë një ekzekutim si për shembull të ekzekutosh. Është sikur si të ekzekutosh dikë me kafe të elmuar në burg. Dakor. Është një vrasje që ka përmbajtje, mesazh, simbolik, connectiona, ka ndodhur edhe kjo në Itali. Ndaj Gaspare Pishotës, si ka qenë krau djathi banditit senatore Giuliano. U vrau me një kafe të elmuar në burg. Esu zbulua si nga autorët. Ndodhi edhe një vrasje pak më përpara, nëse kujtohet, ndaj zot Arben Lleshi. Dhe flitet për një organizatë që jepte miliona euro. Si kujton disa organizatë dhe personi që tashmë ka dalë akuzuar nga Spaku, zoti Hoxha, Aurel Hoxha, ka bërë këtë gjë pa pasur bashkëpunim me policinë e shtetit, pa pasur bashkëpunim me titullar caktuar të institucionit të burgimit etj. E ta gjithë në këtë rast. Problemi është këtu që gjithë kjo flagrancë, gjithë kjo cënimi i rendit, kjo ishte pyetja, gjithë kjo flagrancë, sa mundësi ka të zbardhet kjo? Ekzistojnë gjitha mundësi që të zbardhet. Unë Redi bëj pjesë tek ata, unë e mendoj që kur ka vullnet, ligjëherë krimi mund të neutralizohet jo më shumë se brenda 24 orëve, sidomos i vend si Republika e Shqipërisë, por kur ka vullnet, cilat do ngjarje rrezikshme të jetë, nëse ka vullnet realisht politike dhe ligjor, nuk duhet më shumë se sa 24 orë për të zbardhur. Janë pothuajse të gjitha bizneset aty që kanë kamera, diqet rruga, të çojë vetë faktet dhe provat e njëra tjetrat. Shikoj aty ku është dikur makina, shikojnë gjithë lëvizjet e makinave që kanë dalë. Metoda pa fund. Nuk ka deri tani asnjë koment faktikisht. Kupton?
Flitet të folur për një person I cili ka ruajtur brenda ambienteve të aeroportit, I cili ka qenë pa shumë bashkëpunëtor I skuadrës të ekzekutorëve. Flitet për njëri identiteti I cilit është bërë ndjenjë. Nuk po të ketë vullnet, mjafton një të kapësh. Nga ty fillon dhe shkon. Shiko, mjafton një domino të gjeje. Dhe shkon pastaj domino të rëzon një tjetër dhe sa shkon te zinxhiri I lartë. Plus ajo që tha Poli është e vërtetë. Tu konfliktet midis grupeve kriminale dihen. S'ka një kroçati kanë nxjerrë pothuajse të gjitha konfliktet që kanë pasur organizatat kriminale në Shqipëri. Dihen që ose ka 3 kundërshtar, 1, 2, 3 dihet. Ata që kanë narrati, ose ata që kanë kryer dënimin, dhe ata që kanë mundësi ekonomike të larta, sepse ky është një atentat që kushton miliona euro, Nuk është atentat. Po të lexosh madje të gjithë gazetarinë investigative dhe këto lloj atentate janë atentate më të shtrenjta, se ka të bëjnë me orarin, me vendin dhe me ekipin. Se ka edhe rreziku është I madh. Rreziku se është vendi, ora ta thash se si të vrasësh dikën në ambient të komisariatit. Çfarë sinjali, çfarë kuptimi, edhe aty komisariati është, është komisariati afër, as 10 metra më andesh komisariati I aeroportit. Unë mendoj që mesazhi ka qenë që për ne nuk ka të paprekshëm dhe në brenda territorit të Republikës së Shqipërisë kushdo është I prekshëm dhe ne jemi shteti. Denis, kishe I koment se... Jo, nuk doja ta shumë shkurt se ka një gjë paktën... Ka përgjegjësi ministri I Brendshme, kështu mund të ishte. Jo, dua të them diçka që besoj do t'ju interesoj dhe ju në analizat që bëni. Nga kjo që ka ndodhur, siç e shoh unë, qytetari I zakonshëm ose ne për shembull, më shumë ose unë pak, kështu e konstatoj që më shumë unë kuptoj këtu që kemi një polici të paaftësit se sa një polici të implikuar. Duke marrë argumentet e kolegëve. Pse? Sepse është dëmtuar imazhi I policisë këtu, besoj jemi dakord. Po. Nuk ka polici që të dëshiron të dëmtojë imazhin e vet. Supozojmë që ai delegacioni që ka sjell ministrin e Malitziti të vinte 2 minuta para. Pra të ndodhë në të njëjtën kohë me atë. Çfarë do të thuaj pastaj? Që ky implikimi I policisë çoi deri në rrezikimin e jetës së ministrit të Malazes? Prandaj unë them që nuk sepse kjo ide se dëgjova dhe kolegët po mësohet të përzihesha për shkak se nuk është natyra e gazetarinë që unë ndjek, po nuk mund thuash me këtë ngjarje që këtu kemi implikim policisë. Paktën te kjo ngjarje. Sepse këtu duket dhe këtu unë pastaj që në një dështim kemi. Dështim është tjetër gjë. Dështimi vjen nga paaftësia. Unë këtë konstatoj. Sot unë konstatoj. Ajo Europa që ne aspirojmë të shkojmë. Ministri është shkarkuar. Të lutem, është ajo çështje politike, pastaj është tjetër gjë. Çdo vend normal me logjikë nuk do na mbrojë të ikur me këtë ngjarje. Për çështjet e sigurisë nuk na mbron ministri, kushdo qoftë, edhe me mos fërtjes. Po duro pra të them, këtë po them. Unë nga kjo ngjarje këtë konstatoj. Ne për fat keq nuk kemi sot një polici të aftë. Ju thoni është e aftë, po s'ka dashur. Ktu s'bie dakord. Sepse këtu është dëmtuar edhe nëse doni të ju marrë argumentet tuaj që nëse ka një pikë që Rama e ka shumë për zemër është PR-i, është turizmi që tha Almeri e gjitha. Pra këtu sikur ju e bë të ditur skenari sikur policia e ka ditur po e ka lejuar këtë. Pak a shumë, se kështu e kuptova. Po nuk mund të lejonte policia nëse ka patur kurse për mua nëse ka patur një mini informacion të korruptuar se ti e ke dakord njeriu që është të lutem nëse ka patur një mini informacion policia këtu po doli shef FBI-s Edgar Hoover më pas që bashkëpunonte me Frank Costello në një vende më demokratike se bëjmë sigurisht bën çudi jo s'është dakord qofse ai drejtor policie ose disa drejtorë agjentë FBI-s por me Goni Gali rregull është tjetër gjë New Yorku tani mos ta bëj Një sekond mos po them këtë, po them tjetër gjë. Jo, po them tjetër gjë, po them më të rëndur më, zotëri, po e them më të rënd. Ne sot kemi një polici të paaft. Kjo është shqetësimi. Denis, ka një person që duhet mbajë polici. Nuk është justifikim. Denis, ka një person që duhet si thua për një gjyqtar që nuk ka marrë para apo i lirovi sa të beson. A ka njeri që me këto pamje nga mazhoranca se duhet parë pasoja, çfarë pasoje ka? Ka pasojë gjithë vendin modernisme. Po këto po them pra, po ata që drejtojnë vendin, ata me këto pamje, ata duhet vënë duar në kokë. Dhe janë në minimumin e nivelit të besueshmërisë sot. Prandaj po them që nuk ja bën vetvetes tjetri këtë gjë. Në kuptimin që për mendimin tim, aty unë të thash pra, imagjino që ajo eskort e policisë do kishte qenë në të njëjtën kohë me makinën
Çfarë do kishte thënë? Unë se kuptoj pse na bën përshtypje kur themi që mund të ketë kompromituar policia, kur ne pothuajse të gjithë drejtuesit politik, Partia Socialiste në fushat kanë qenë me eksponent kriminal. Edhe një se na bën përshtypje se ne disi flasim sigurita politike, ne flasim siguretojmë Suedi e burri dhe jo tash. Sigurita politike janë profesor, doktor. Ju tha tjetër gjë. Ju tha poli provën e ke makinë.